Horoskopi për 13 maj 2026 e Mërkur. Dashi. Në këtë ditë, Dashi është zjarr që nuk fiket. Hëna është futur në shtëpinë tuaj dhe emocionet do t'ju vlojnë në gjakk. Çdo gjë që ndjeni do ta thoni troç, sepse shpirti juaj kërkon liri. Një projekt i madh po ju pret tek pragu. Kapeni. Sot jeni ju që jepni urdhra dhe bota do t'ju bindet. Ëndrat tuaj më të guximshme po bëhen karburant për motorin tuaj të pandalshëm. Sot Dashi nuk ecën, por fluturon. Ngjyra me fat e kuqe. Koha me fat 3 deri 5 pasdite. Demi. Demi është duke mbledhur forcat në hije për të goditur siç duhet. Sot është koha të mbyllni syt dhe të dëgjoni veten tuaj të brendshme. Shërojini plagët e vjetra dhe hiqini qafe çdo mbeturinë emocionale që ju pengon. Një ide gjeniale do t'ju vi si rrufe në qiell të hapur. Punët e vjetra që i keni bërë me djers do t'ju japin famë dhe nder. Kur Demi hesht, universi punon për të. Ngjyra me fat, bezh. Koha me fat, paradite. Binjakët. Të dashur binjak, ju jeni si urë që lidh botët sot. Të gjithë do të vinë tek ju për këshilla dhe për paqe. Jeni stabël dhe po krijoni lidhje që nuk i kaput asnjë stuhi. Planifikoni me mend në kokë sepse vizioni juaj po ndryshon për mirë. Sot fjala juaj ka shumë peshë, përdorni për të bashkuar njerëzit rreth kauzave të mëdha. Binjakët ndihen sikur janë arkitektët e shoqërisë në këtë ditë. Ngjyra me fat, kafe. Koha me fat, 4 deri 6 pasdite. Gaforja. Sot ju të shenjës së Gaforres keni veshur pazmorën e përgjegjësisë. Nuk ka vend për fjalë boshe, vetëm punë dhe rend. Jeni duke i vënë rregull jetës tuaj me një dorë të fortë. Paratë dhe mbështetjen që keni kërkuar për planet afatgjata do ta gjeni sot. Gormoni thellë në çdo çështje sepse aty fshihet thesari. Ngjyra me fat, portokalli. Koha me fat, mesditë. Luani. I dashur Luan, po ndriçon në rrugë të reja. Mendimet tua do të jenë të qarta si drita e diellit. Do të kuptosh se kush të do vërtet dhe kush jo. Një njeri i ri mund të futet në jetën tuaj ose një lidhje vjetër do të marrë një hovë të papar. Mos u tremni nga sfidat, sepse çdo vështirësi sot është vetëm një shkallë drejt suksesit tuaj. Luani sot sundon me mendje dhe zemër. Ngjyra me fat, blu. Koha me fat 7 deri 9 pasdite. Virgjëresha. Asgjë nuk i shpëton virgjëreshës sot. Keni një fuqi vëzhguese që do t'i linte të gjithë gojë hapur. Çdo problem që duke i pasgjithshëm sot do të zbërthehet para syve tuaj. Puna juaj do t'ju jap një kënaqësi shpirtërore që rrallë e ndjeni. Një sekret ose një e vërtetë e madhe do t'ju bëjë të lëvizni me shpejtësi drejt fitores. Sot mund të zbulosh një të vërtetë të fshehur. Ngjyra me fat, e zezë. Koha me fat, mbrëmje. Peshorja. Peshorja duket se po vendos drejtësi në vend. Do të shikosh të dy anët e medaljes dhe do të gjesh paqen aty ku të tjerët shohin sherr. Lidhjet tuaja do të bëhen më të forta dhe më të parashikueshme. Edhe pse bota mund të kërkojë shumë nga ju, do të dini t'i jepni secilit atë që meriton pa humbur veten. Sot e ndjen veten sikur je busull për të tjerët. Ngjyra me fat, e verdhë. Koha me fat, mesditë. Akrepi. I dashur akrep, sot po rregullon çdo detaj të jetës. Je në kulmin e produktivitetit dhe askush nuk mund të ndalë. Do të merresh me gjëra të vogla që bëjnë diferencën e madhe. Familja dhe shtëpia do të jenë oazi juaj i paqes dhe mbase do të shikoni sot një rritje lekësh në kuletën tuaj.
Në përgjithësi në këtë ditë jeni serioz, të fortë dhe duket sikur po bën mrekulli me duart tuaja. Akrepi sot transformon rutinën në sukses. Ngjyra me fat jeshile, koha me fat 3 deri 5 pasdite. Shigjetari. I dashur shigjetar, sot ndihesh në fes, por me mend në kokë. Edhe pse do të argëtohesh, disiplina e Saturnit ju bën që të jeni shumë të organizuar. Projektet tua krijuese do të marrin një formë të mrekullueshme që do të zgjas në kohë. Komunikimi juaj është aq i fortë sa mund të bini këdo për çdo gjë. Sot shigjetari vallëzon me fatin. Ngjyra me fat lila, koha me fat mesditë. Kalojmë tek brytëjapi. I dashur brytëjap, ti sot po kërkon rrënjët. Ke nevojë për siguri dhe po ndërton atë me hapa të sigurt për të ardhmen. Do të kesh nuhati të shkëlqyer për paratë dhe pazare të mira. Fjalët nuk ju bëjnë përshtypje, ju doni vepra dhe veprat do t'i shihni tek njerëzit që ju rrethojnë. Një përmirësi në shtëpi do t'ju sjellë qetësi në shpirt. Brytëjapi ndihet sot si speranca e familjes. Ngjyra me fat jeshile dhe bezh, koha me fat mbrëmje. Ujori. Ujori sot duket sikur gjendet kudo. Mendja juaj fluturon nga ide të vjetra, por sot mësoni se durimi është flori. Këshillat tua do të jenë shpëtim për të tjerët. Planet tua do të marrin udhë dhe personaliteti juaj do të fillojë të shkëlqyesë kurrë më parë. Sot ti ndihesh sikur udhëheq me dritën e dijes. Ngjyra me fat e bardhë, koha me fat 1 deri 3 pasdite. Peshqit. Peshqit sot ndihen me këmbë në tokë dhe kjo do t'ju bëjë të ndiheni të pasur. Jeni në një fazë ku po stabilizoni emocionet dhe financat tuaja. Po kërkoni të vërtetën në çdo gjë dhe asgjë sipërfaqësore nuk ju mbush dot mendje. Strategjitë që do të bëni sot për paratë dhe talentet tua do t'ju nxjerrin fitimtar shumë shpejt. Ngjyra me fat blu, koha me fat 10 deri në 2 pasdite.